Të nderuar shikuesi, përshëndes, do të jemi së bashku në minutat e ditarit informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Austria ishte fituesja e edicionit të 69 të Eurovision 2025. Shqipëria arriti një nga rezultatet më të suksesshme të saj në këtë kompeticion, duke u renditur në vendin e 8. Me 173 pikë të marra nga publiku, Shqipëria ishte një nga vendet më të votuara në televotim, duke dëshmuar mbështetjen e madhe të publikut ndërkombëtar për këngën shqiptare. Gjirokastra, qyteti i gur, të vazhdon të jetë në listën e preferencave për turistët italian, të cilët këtë vit kanë zgjedhur sërish rrugicat me kaldrëm, historinë, gastronominë dhe mikpritjen e veçantë, që të ofron ky qytet unik. Interesi i tyre mbetet i lartë, veçanërisht në muajt e pranverës dhe verës. Talenti i saj është trashëguar, por suksesi është i fituar me shumë pasion dhe përkushtim. Ajsa Ruka, një nxënëse e shkollës Nonda Bulka nëpërmet, ka spikatur me aftësinë e saj në vizatim dhe pikturë, duke u vlerësuar disa herë në konkurse artistike. Historia e saj është një frymëzim për të gjithë të rinjt që të ndjekin ëndrat me zemër. Gjatë kësaj periudhe, fermerët duhet të tregojnë një kujdes të veçantë ndaj vreshtarisë, duke u përpjekur të mbrojnë prodhimin për të siguruar një rendiment të suksesshëm. Specialistët e bujqësisë tregojnë proceset që duhet të kryhen për të shmangur dëmtimet e mundshme. Ju njohim tani më gjerësisht, Austria ishte fituesja e edicionit të 69 të Eurovision 2025. Shqipëria arriti një nga rezultatet më të suksesshme të saj në këtë kompeticion, duke u renditur në vendin e 8. Me 173 pikë të marra nga publiku, Shqipëria ishte ndër më të votuarat në televotim, duke dëshmuar mbështetjen e madhe të marrë nga publiku ndërkombëtar për këngën shqiptare. 173 points. Shqipëria renditet në vendin e 8 në finalen e Eurosong 2025 me një rezultat të suksesshëm në këtë kompeticion. Austria është fituesja e edicionit të 69 të Eurovisionit, duke rëmbyer fitoren me një performancë që maniti publikun dhe jurinë europiane. Në vendin e dytë u renditi Izraeli pas një gare të fortë dhe emocionuese deri në fund. Ndërsa në vendin e tretë Estonia. Me 173 pikë të marra nga publiku, Shqipëria ishte një nga më të votuarat në televotim, duke dëshmuar mbështetjen e madhe të publikut ndërkombëtar për këngën shqiptare. Shqipëria grumbulloi 45 pikë nga juritë dhe një mbështetje manitse nga publiku, me plot 173 pikë nga televotimi, për një total prej 218 pikësh. Kjo renditje është një tjetër dëshmi e fuqisë artistike që Shqipëria sjell në skenën e Eurovisionit. Magjia e tingujve nga i gjithë Europa jehoi në Festivalin Europian të Këngës. Ashtu siç e do tradita, finalja nisi me paradën e madhe të 26 artistëve me flamujt e vendeve të tyre, të cilët garuan këtë mbrëmje. 26 shtete garuan në skenën e magjishme për trofeun e madh. Shqipëria e përfaqësuar nga Spektakli nisi me interpretimin e fituesit të vitit të kaluar Nimo me The Code përmes një performance energjike. Dyshes moderatorëve Hazel Brugger dhe Sandra Studer, në finale u është bashkuar dhe ylli i spektakleve italiane Michel Huzinger. Kjo natë finale është transmetuar ekskluzivisht në RTS1, RTS Muzik dhe Radio Tirana 1.
Gjirokastra, qyteti i Gurtë, vijon të mbetet edhe këtë vit në preferencat e turistëve italian, të cilët këtë vit kanë zgjedhur sërish trugicat me kaldrëm, historin, gastronomin, mikpritjen e veçantë që të ofron ky qytet unik. Interesi i tyre mbetet i lartë veçanërisht në muajt e pranverës dhe verës. Në këtë periudhë pranvere, turistët nga Italia zënë një numër të konsiderueshëm mes turistëve të huaj që vizitojnë qytetin e Gjirokastrës dhe rrethinat. Krahas vlerave natyrore dhe trashëgimisë kulturore, turistët italianë në Gjirokastër i tërheq edhe mikpritja e banorëve, çmimet e ulta, tradita, gastronomia e larmishme e të tjerë. Vitin e kaluar u regjistruan rreth 150.000 turistë italianë, të cilët vizituan jugun e vendit, ndërkohë që pritet që gjatë 2025-s numri i tyre të jetë më i lartë. Quest'anno abbiamo tante richieste. Kam 12 vite që sjell grupe turistike nga Italia në Shqipëri, por këtë vit kemi shumë kërkesa nga e gjithë Italia. Fillimisht kishte kërkesa vetëm nga jugu i Italisë, duke qenë se e njihni Shqipërinë, por tashmë kemi edhe zona të tjera që dëshirojnë ta vizitojnë vendin tuaj. Dhe mbi të gjitha të njihen me historinë dhe kulturën shqiptare. Questo ci fa molto piacere. Jemi në nisje të këtij sezoni dhe sigurisht pranvera ka sjell këtë gjallëri edhe për turizmin, ndërsa po shoqërojnë turistët e shumtë nga Italia. Gjirokastra është një qytet i jashtëzakonshëm për sa i përket kulturës, historisë dhe mbi të gjitha peizazhit tërheqës. Tashmë këtu po zhvillohet një turizëm cilësor, ndërsa kërkesat për ta vizituar nga italianët janë në rritje. Resurset historike, arkitektonike dhe kulturore që ka Gjirokastra, si pasuri në UNESCO, janë vlera të veçanta të cilat po tërheqin gjithmonë e më shumë turistët italianë në qytetin e Gurtë. Talenti i saj është i trashëguar, por suksesi është i fituar. Ajsa Ruka, një nxënëse e shkollës Nonda Bulka në Përmet, ka spikatur me aftësitë e saj në vizatim dhe pikturë, duke u vlerësuar disa herë në konkurse artistike. Historia e saj është frymëzim për të gjithë të rinjt që të ndjekin ëndrat me zemër. Në moshën kur fëmijët sapo mësojnë të mbajnë në dorë lapsin, Ajsa Ruka nisi të vizatonte ëndrat e saj në çdo mur të shtëpisë. Talentin për artin e ka të trashëguar nga jati, por rrugëtimin e ka bërë të sajin me shumë pasion dhe përkushtim. Piktura ka qenë një pasion që kur kam qenë e vogël, kam filluar të pikturoj që 5 deri në 6 vjeçe, ku aty kisha qenë në kurs me profesor Aljosha Bilbilin, profesor shumë i mirë. Më kanë ndihmuar shumë të arri ku jam unë në jetë, tani me pikturën. Më qenë e vogël, më shumë kam vizatuar tek muret e shtëpisë, si fëmijë i vogël që isha shumë, si ta them, emocionuar, shumë e çelur. Po më shumë vizatoja edhe në laps, në letër, në bloqe, në libra. Kritiku im i parë ka qenë babi im, që kur kam qenë e vogël dhe kam vizatuar, ai gjithmonë më shikonte pikturat edhe më thoshte se çfarë duhet të fokusohesha më shumë, çfarë duhet të rregulloja, por edhe më ka thënë diçka që kur ka lindur piktura në këtë jetë ka lindur dhe kritika, që unë gjithmonë do e mbaj në mendje. Sot, lapsat dhe fletët e bardha janë pjesë e pandare jetës së saj. Ajsa ka arritur të krijojë vepra të mrekullueshme, të cilat janë vlerësuar disa herë me çmime të ndryshme në aktivitete artistike. Çmimit e para që kam marrë ishte çmimi i dytë, kur kam qenë e vogël në një konkurs pikture në Tepelen. Pastaj kam marrë çmim të tretë në konkursin e pikturës të Kryqit të Kuq në Tiranë. Kam marrë rang të 5 në një konkurs në Maqedoni, edhe në konkurset që ka bërë shkolla, kam marrë çmim të parë. Jam përqendruar më shumë tek të dyja, të them të drejtën, edhe te vizatimet edhe tek piktura. Pavarësisht talentit të saj të veçantë, Ajsa Ruka ka marrë mbështetjen e vazhdueshme të familjes dhe stafit pedagogjik të shkollës Nonda Bulka. Nëpërmjet, ajo premton se do t'ua shpërblejë këtë besim me punë, përkushtim dhe vepra të mira në të ardhmen. Gjatë kësaj periudhe, fermerët duhet të tregojnë një kujdes të veçantë kryesisht ndaj frutikulturës së vreshtarisë, duke u përpjekur të mbrojnë prodhimin për të siguruar një rendiment të suksesshëm. Specialistët e bujqësisë tregojnë proceset që duhen ndjekur për të shmangur dëmtimet e mundshme. Periudha e tanishme përkon edhe me nisjen e kujdesit intensiv në vreshtari.
Specialisti bujqësisë Balil Bineri thekson se kjo është një fazë vendimtare për monitorimin e vazhdueshëm të vreshtave, veçanërisht për proceset e spërkatjes dhe tharjes, pasi disa sëmundje mund të rrezikojnë seriozisht shëndetin e kësaj frutikulture. Duke ndjekur dhe parametrat klimatik, temperaturën në rreshjet, kërkohet një monitorim i vazhdueshëm, sidomos në vreshta, dhe spërkatjet tani janë decizive në këtë periudhë, pasi dëmi mund të jetë vendimtar, nëse kujtojmë periudhën para 2 vitesh, vetëm nga mos kryerja e shërbimeve dhe spërkatjeve në këtë periudhë, prodhimi i rushit ka qenë minimal dhe mund të qenë nga një prodhimi më i ulët që mund të jetë parë në këto 20-25 vite. Ndërkohë, ai jep edhe disa këshilla praktike për mënyrën dhe kohën e duhur të spërkatjes, për të siguruar mbrojtje efektive të vreshtave nga sëmundjet dhe dëmtuesit. Së pari kërkohet monitorimi, duhet që të shikohet vreshti të paktën një herë në 2 ditë, duhet të kontrollohet nga fermeri, po nëse kontrollohet edhe nga specialistët është edhe më mirë akoma. Së dyti, spërkatjet duhet të tregohet kujdes qoftë për zgjedhjen e preparateve, sepse po edhe në teknikën e spërkatjes, në kombinimin e spërkatjes me tharjen, pasi janë disa element të cilët duhet të bashkohen për të rezultuar me sukses. Nëse diku në një nga këto çedohet, atëherë spërkatja ose shëndeti i bimës nuk do të rezultojë i suksesshëm dhe pastaj pasoja do të jenë së pari në prodhimi, po edhe në bimën, sepse kemi pasur shkon deri në humbjen e bimëve. Në qarkun e Gjirokastrës janë rreth 700 hektar tokë të kultivuara me vreshta, të cilat kërkojnë një menaxhim të kujdesshëm për të siguruar rendiment dhe cilësi të lartë të prodhimit. Gjatë kësaj periudhe në Bashkinë e Memaliajt është shënuar një ulje e numrit të personave që trajtohen me ndihmë ekonomike. Sipas përgjegjëses së kësaj zyre në Bashkinë e Memaliajt, Laura Hoxha, kjo ka ardhur si shkak i bashkëpunimit të ngushtë me strukturave vendore dhe zyrave të punësimit, ku vetëm gjatë muajit të kaluar janë punësuar kryesisht rreth 10 persona. Gjatë kësaj periudhe, Bashkia e Memaliajt ka regjistruar një ulje të numrit të përfituesve të ndihmës ekonomike, sipas përgjegjëses së këtij shërbimi pranë bashkisë, Laura Hoxha. Ky rezultat është arritur fal një koordinimi të mirë mes institucioneve vendore dhe zyrave të punës. Gjatë muajve të fundit janë punësuar 10 individ, të cilët më parë përfitonin ndihmë ekonomike. Lajmi i mirë është që kemi pasur një ulje të familjeve të cilat trajtojnë me ndihmë ekonomike, pasi shumë prej tyre janë të punësuar pranë bizneseve të ndryshme, fal bashkëpunimit që kemi pasur edhe me zyrën e punës. Janë punësuar diku tek 10 persona. Ka pasur një ulje të familjeve që trajtohen me ndihmë ekonomike, pasi shumë prej tyre janë punësuar. Sipas zonjës Hoxha, ky është një hap i rëndësishëm drejt integrimit social dhe ekonomik të shtresave në nevojë, duke ju ofruar jo vetëm mbështetje afat shkurtër, por edhe mundësi për një të ardhme më të qëndrueshme. Aktualisht në Bashkinë Memaliaj kemi 220 familje të cilat trajtohen me ndihmë ekonomike, kemi 26 familje të cilat trajtohen nga fondi kushtëzuar 6% dhe 59 familje të cilat trajtohen nga fondet e vetë bashkisë. Punësimi i këtyre personave është bërë kryesisht në sektorin publik dhe në disa biznese lokale që kanë bashkëpunuar në kuadër të skemave të nxitjes së punësimit. Tregu i frutaperimeve në qytetin e Sarandës do t'i nënshtrohet rikonstruksionit. Lajmin e mirë ndau kryebashkiaku i këtij qyteti, Oltian Çaçi, i cili tha se financimi prej 80.000 euro për këtë treg do të përmirësojë gjendjen infrastrukturore të tij. Tregu i frutaperimeve në qytetin e Sarandës vetëm tabelën ka si i tillë. Edhe ajo duket e dalë boje dhe fshehur mes çadrave dhe plastmaseve që zëm pikat e shiut në dimër dhe dielli në verë. I sajuar dekada më parë në një promë private ku bashkia jep qira, ky treg prej kohësh është bërë një pikë e dobët e imazhit turistik të Sarandës dhe një hall i përditshëm i tregtarëve të frutaperimeve dhe blerësve të tyre. Prej vitesh ai nuk plotson as kushtet më minimale për të ushtruar dhe ofruar këtë shërbim. Tregu duhet të rregullohet tamam siç është për të rregulluar. Zoti të vërë dorë tek ne, asgjë më tepër.
Gjendja kritike e këtij tregu dhe nevoja urgjente për të ndërhyrë me investim u bë pjesë e debatit edhe në mbledhjen e 30 prillit të Këshillit Bashkiak Sarandë. Kryetari i Bashkisë së Sarandës, Oltion Çaçi, tha se është mundësuar financimi i investimit prej 80.000 euro në këtë treg. Duke qenë se ne kemi një gangren problematike shumë madhe tregun e frutave, i cili është pron private dhe ne nuk mund të investojmë dot, pavarësisht se mundësitë financiare i kemi, por atë njëri që ne kemi bërë dhe qytetar deri këtu në këtë bashki, na bëri të mundur i financimin e një investimi për 80.000 eurosh që të realizohet tregu, i cili është element shumë i rëndësishëm për gjithë qytetin, por edhe për Sarandën vetë si destinacion turistik, sepse nuk mund të ketë pa një treg frutaperimesh. Kjo tashmë është bërë mundur, ne bëm kërkesë drejtuam bankës, të cilës po e falenderoj publikisht, që çdo vit e mbështet qytetin e Sarandës. Megjithse trualli i tregut të frutaperimeve është pronë private me investimin që pritet të realizohet, i jepet fund një problematike të mprehtë si të tregtimit në trotuar dhe në imazhin antituristik të qytetit. Saranda, këto ditë pranvere të falë ndjesinë e një qyteti të gjelbërt, bukonvilja ose lulja e Sarandës mbetet mbretëresha e perlës joniane për shkak të kultivimit gjërësisht, jo vetëm në lulishte fasada hotelesh, por edhe deri në balkonet e shtëpive. Saranda sot ka 38.000 metër katror lulishte dhe 175 palma, të cilat janë shpëtuar nga kalbja. Pa ngjyrat e luleve dhe pa gjelbërimin e palmave dhe pemëve të tjera që të shoqërojnë nga do, Saranda nuk do të ishte kaq e bukur për të soditur, kaq e lakmuar për të banuar dhe kaq e kërkuar për të pushuar. Lulet shumëngjyrshe të shumëllojshme mbushin hapësirën publike përgjatë shëtitores së Sarandës apo në Ksamil. E gjitha kjo e ka fillesën në punën plot merak që bëhet në Farishten, ku fidanët prodhohen vetë nga specialistët dhe lulishtarët. Kemi një farishte që prodhojnë vetë fidanat e luleve dhe kemi mbjellë të gjitha llojet e luleve dhe duke i kaluar pastaj në vendin e tyre të përhershëm, kemi parë se cila nga këto lule i qëndron më tepër klimës së Sarandës. Dhe duke parë që i kanë rezistuar këto lloj lulesh, atëherë jemi përqendruar te këto lloj lulesh vetëm. Ndërsa lulet e tjera që nuk i kanë qëndruar klimës, nuk i kultivojmë. Shumë kemi kultivuar edhe margaritën, që është lule shumë vjeçare, llojet e shumta të margaritës që kemi bjellë në shëndetorin e qytetit, që është 4-5 lloje me të ngjyrat e ndryshme të kësaj. Lulet kryesore që i shkojnë klimës së qytetit të Sarandës janë menekshea, që janë 2-3 lloje menekshea, lule zjarri, xina, medina. Këto janë lulet më kryesore që ne përdorim. Në shkurët dominon shumë bukovilja, që është bukovilja e qytetit. Mbretëresha mbetet bukonvilja, e njohur edhe me sinonimin lule Saranda, për shkak të kultivimit gjerësisht jo vetëm në lulishte, por edhe në fasadat hoteleve, në verandat të bareve, deri tek balkonet e shtëpive. Edhe veshjet prej betoni që janë bërë për gjatë zbritjes së qafës së gjashtës janë mbushur me bukonvile me shkurt të tjera kacavjerse, në të cilat i jepet mirëseardhja e parë çdo udhëtari apo vizitori në qytetin e Sarandës. Ne vajtëm një 2 vjetë që nuk poshtojmë më, se kemi arritur në maksimum dhe nuk ka më sipërfaqe. S'ka më sipërfaqe, këto janë sipërfaqet. E gjithë mirë që kemi bërë ne përsëri që nga Gajdarje deri në Metoq, bile deri në Qafë Gjashtës, që janë mbushur të gjitha ato sipërfaqet e betoneve me bukovile. Po të shikosh vesha, shikosh tani janë shumë gjirshe komplet ato vetëm me bukovile. Është një gjë e mirë që është bërë. 38.000 metër katror lulishte dhe 175 palma është inventari i gjelbër i Sarandës, që t'i jep ndjesinë e përgjithshme se ti gjendesh në qytetin ku jetohet gjelbër. Të nderuar shikues, dhe këtu kemi mbritur në fund të minutave të editarit informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashk, miru takofshim.